Mrekullia e lotëve të deves. Është zbuluar se lotët e deves mund të shërojnë edhe nga kafshimi i 26 gjarpërinjve, sepse kanë antitrupa shumë të fortë. Zbulimi është bërë në Dubai nga një grup shkencëtarësh. Në bazë të të dhënave, çdo vit humbasin jetë rreth 138.000 njerëz në botë. Shkaku pra i kafshimit të gjarpërinjve. Laboratori i Dubait kryu një eksperiment. Shkencëtarët u injektuan deveve helmin e gjarpërinjve. Për surprizën e të gjithëve, ato jo vetëm që nuk mordën, por trupi i tyre krijoi një imunitet, pra një sistem mbrojtës, duke eliminuar helmin. Si përfundim, një pik loti i një deveje neutralizon helmin e 26 gjarpërinjve. Pra, lotët e deveve klasifikohen si antihelmi natyral më i fuqishëm në botë. Ju, ç'mendim keni? Pres dhe ndajeni.